Partitë politike kanë kërkuar që me një herë pas të certifikimit të zgjedhjeve, kanë kërkuar nga ju si president që taftoni seancën konstituive. A do ta bëni këtë me një herë? A do ta shfrytëzoni afatin 30 ditor? Asnjë parti politike nuk ka kërkuar nga unë që me një herë të thras seancën e kuvendit. Unë kam obligimet e mia kushtetuese dhe ligjore që dalin mbi opinionet e çdo adrese politike. Unë do të respektoj vullnetin e qytetarëve të Kosovës, do të respektoj vullnetin e partive politike gjithashtu, por para se gjithashtu do të respektoj mandatin tim kushtetues dhe ligjor dhe gjithçka do të shkoj sipas agjendës së planifikuar dhe sipas kornizës ligjore. A do ta shfrytëzoni afatin prej 30 ditësh apo do ta bëni më herët? Këtë do të jeni hapin për thirrjen e seancës konstituive. Me datë apo javë se kur do të konstituohet kuvendi, por jam i bindur që do të jetë në një afat të rregullt dhe rekord. President, duket e qartë se kandidati për kryeministër i koalicionit PDK-AK-Nisva do ta ketë të drejtën për bërë përpjekje për ta formuar qeverinë. Si e shihni ju këtë situatë? A do ta rri ky koalicion dhe si do të veproni ju nëse koalicioni PAN nuk do ta rri herën e parë të formojë qeverinë? Thekse nuk bëj vlerësimet e koalicioneve as të ndonjë partie politike. Sipas kushtetutës, do të respektoj kushtetutën në plotëni. Koalicioni që përmendet ju PAN është fitues i zgjedhjeve, ka të drejtë, ka mandatarin. Me kanë konfirmuar se kanë siguruar numrin e mjaftueshëm për të themeluar qeverinë e re të Kosovës, kështu që mbetet atyre që të përkushtohen maksimalisht që të punojnë dhe të krijojnë bazën e qëndrueshme politike sa më të gjerë në mënyrë që të kemi institucione stabile, kredibile, efektive, por dhe multietnike. Nëse në përpjekjen e parë, koalicioni PAN nuk arrin, do t'ja kaloni mandatin me një herë fituesit të dytë, apo si do të veproni si president? Çdo subjekt politik dhe çdo kush duhet ta lexojë qartë kushtetutën dhe ligjet. Presidenti i vendit nuk do të veproj kokën në vetë në kuptimin e ndonjë preference, por do të veproj dhe do të vendos qartë sipas kushtetutës dhe ligjeve dhe sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Nëse PAN-i nuk arrin ta formojë qeverinë, në këtë rast, a do t'ja jepni vetëvendosjes mandatin? Unë do të respektoj vendimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, vendimi i cili është shumë i qartë. Në opinionin publik, në mesin e analistëve politik, shpesh pushtrohet dilema që a është Kosova më afër krijimit të institucioneve apo më afër shkuarjes së vendit në zgjedhje të reja. A do ta kishte Kosova luksin që të organizojë edhe një herë zgjedhje që t'i përsërisë këtë zgjedhje? Unë mendoj dhe besoj fuqishëm se Kosova është më afër ndërtimit të institucioneve të reja të dalura nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qytetarët nuk kanë votuar për me shku në zgjedhje të reja, por kanë votuar me ndërtu institucione. Tjetër spektri politik duhet të vetisohet se këto parti politike ne kemi, nuk mund sjellin parti nga jashtë vendi me ndërtu koalicione në Kosovë. Prandaj nuk duhet besoj në asnjë rrethon që spektri politik me ngurtësinë e vet dhe me hatërmbetjet çfarë mund t'i kenë pasur aty këtu do të ndikojnë që unë të ras përsëri zgjedhjet e jashtëzakonshme.